Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe e qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllosh botën, bëj që në për nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë lutjen e orës së mesme. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 5 të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hy ma eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdioatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës së 6. Ejni o ju sklevër që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt i adorzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyrë nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa 5 e psalmit. Ma trego o Zot udhën e ligjeve të tua, dhe unë do ta mbaj gjithmonë. Ma jep kuptim që ta mbaj ligjin tënd, e do ta zbatoj me gjithë zemrën time. Më pri udhës së urdhërimeve të tua, sepse në të e kam kënaqjen time. Prire zemrën time drejt urdhërimeve të tua, e jo drejt lakmimit të pasurisë. Largoj sytë e mi të mos e shohin kotësin, më përtri në udhën tënde. Lotësoja shërptorit tënd premtimin tënd, qua dhe atyre që të druajnë. Më shpëton nga çnderimi që aq fort i trembem, sepse gjygjet e tua janë të mrekullueshme. O sa fort i dua urdhërimet e tua, më përtri në drejtsinë tënde. Lavdioatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi të drejtëve. Pjesa e parë e psalmit. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti im burret në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashk me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e Tij.
E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë, do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thirri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumjaj që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtërit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdëatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë e Psalmit 34. Eja një o bie me dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë shumëta për të gëzuar të mirat? Rrudhe gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqës e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tij u dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër bakqive, për ta shtukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjat atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt përgrirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjitha do ta shpëtoj Zoti. Zoti ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja e vet do ta vras bakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdëatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga letra e parë drejtuar Korintasëve, kapitulli 15, rreshtat 20 deri 22. Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti i pari të vdekurve. Kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë Zotërinë, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi, o hyj, ty a jep njerëzve jetën e pasosur, duke bërë të rilindin me anën e pagëzimit. Po të lutemi që sikurse me shfaqësimin na bëre të aftë për pavdekësi, po ashtu me ndihmën tënde, bëj t'ja arrim lumturisë së përhershme nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt prej çdo së keqi edhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.